Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni në një kohë kur vendi përjeton tensione politike, protesta qytetare, sfida ekonomike, diskutime për të ardhmen europiane të vendit. Profesionistët e lirë nuk kanë qëndruar indiferent, ekspert të sigurisë, jurist, ekonomist, pedagog, por edhe përfaqësues të biznesit, medias dhe shoqërisë civile janë mbledhur dhe kanë diskutuar për sfidat, shqetësimet e qytetarëve, rrugët e mundshme për forcimin e demokracisë, shtetit ligjor, shtetit të së drejtës. Po flasim për një takim, tavolina e mendimit të lirë, profesionistët e lirë për Shqipërinë, është kryetari i shoqatës profesionistët e lirë për Shqipërinë, Fatjon Softa, të cilin e kemi në lidhje të drejt për drejt e me cilin do të bashkëbisedojmë, jo vetëm në lidhje me takimin tavolina e mendimit të lirë, por edhe në lidhje me pritshmëritë, sfidat që kemi në vazhdim. Softa, të përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Softa, ju keni qenë mjaft aktiv, vijoni të jeni në studio të ndryshme televizive si ekspert, profesionist i lirë, natyrisht keni dhënë kontributin tuaj të vyer edhe nëpërmjet Fax News me emisionin Alo Policia, keni trajtuar çështje nga më të ndryshme, të dobishme gjithmonë, por ndërkohë shohim edhe një iniciativë tjetër të dobishme sa i takon shoqatës profesionistët e lirë për Shqipërinë. Si lindi kjo iniciativë? Atëherë, shoqata profesionistë e lirë për Shqipërinë është një organizim i cili daton rreth 4 vjet më parë. Në këtë aktivitet të parë të themelimit saj kanë qenë 300 personalitete profesionale të disa fushave. Kemi pasur delegacione nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, vendet Bashkimit Evropian, kemi pasur eurodeputet online, dhe pastaj disa institucione, siç janë Avokati i Popullit, komisioneri, institucionet kryesisht të drejtimit universitar, dekan të universiteteve të vendit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ky qëllimi i saj ishte krijimi i një institucioni ku profesionistët të jenë një lloj oponence teknike ndaj qeverisjeve dhe problematikave që ka vendi, për të ndihmuar me analizë dhe për të kontribuar me ekspertizë për problematika të cilat shqetësojnë opinionin publik. Mbas këtij takimi ne kemi tentuar dhe kemi arritur një qëllim që organizma të tillë të ngjashëm, siç është Al NGO, pra profesionistë e lirë për Shqipërinë, të ishte në Kosovë, të jetë në Serbi, të jetë në Maqedoni. Kemi arritur të kemi një konferencë ballkanike ku takimi i parë është bërë në Kosovë, në Prizren, më saktë, dhe në një takim në Beograd, ku kemi bërë një takim të tillë bashkë me pjesëmarrjen e Kosovës, ku qëllimi i këtij takimi dhe një eurodeputete ishte prezantimi i këtij projekti ku qëllimi është së bashku duhet të kontribuojmë për të qenë pjesë e tavolinës europiane, pra integrimin në Bashkimin Evropian. Pastaj aktivitetet kanë qenë edhe në sensin e politikës, kryesisht për pushtetin lokal, kemi qenë negociator midis palëve, ne kemi tentuar dhe kemi realizuar 2 takime në Kamës midis 2 kandidatëve të forcave në opozitës dhe të majorancës, e njëjta gjë ka qenë dhe me 2 kryetarët e bashkive të opozitës dhe të majorancës në Tiranë. Qëllimi i tyre ishte që vizioni jon Shqipëria 2050, pra kjo është iniciativa që ne vazhdojmë të punojmë për të, pra Shqipëria 2050, çdo mision që ka një kryetar bashkie në misionin e tij 4 vjeçar, në mandatin 4 vjeçar, por në kuadrin e 2050-s, jo në kuadrin e një mandati, sepse nëse do të kishin qenë vizione të tilla në 90-ën, sot në 2026 do kishim qytete ndryshe, do të ishin më të aksesueshme, më të banueshme, më të organizuara dhe nuk do të kishin qenë prirje apo interesa afashshkurtër të personave të cilët janë mandatuar nga qytetarët për të krijuar dhe menaxhuar këtë qytet. Pastaj ne kemi qenë në takime të ftuar në një delegacion në Bashkimin Evropian, kam qenë dhe kam drejtuar një delegacion të tillë ku kemi takuar dhe grupet e biznesit, kryesisht italian, për t'i ftuar ata për investime në territorin shqiptar, sikurse edhe duke prezantuar
problematikat që ka Shqipëria, veçantim pas takimit që kemi pasur dhe në Kukës me organizatën e grave artizane, ku ata mbjetonin nëpërmjet punës dorës, ku djemt ato bashkëshortët dhe familjarët e tyre shkonin për të siguruar të ardhurat duke punuar në Angli. Pra të gjitha këto kanë qenë pjesë, por tashmë niveli i këtij organizimi vjen dhe rritet, dhe sot më tepër se kur, në këtë moment kur ka një lëvizje të protestuesve, por dhe kjo protestë nuk do të jetë thjesht bulevardi, po ajo protestë kombëtare, e cila është një pëshërtim e problemeve të akumuluara në shoqëri. Dhe si tillë ne nuk mund të rinim indiferent ndaj këtij momenti. Kemi tentuar dhe më parë se të niste protesta, aktiviteti jon ka qenë publik. Unë madje në disa media kam deklaruar që ka ardhur koha që në 2027 profesionistë e lirë mund të hyjnë me listë civile për të nxjerrë një model ndryshe të mënyrës se si mund të qeveriset pushteti lokal, po jo në formacion politik, pra nuk është synimi jon dhe nuk kemi në plan të kryejmë parti politike, por lista civile ku vlerat dhe integriteti profesional i gjithë atyre shqiptarëve brenda dhe jashtë territorit patjetër mund të jetë një kontribut i vyer i vlefshëm për menaxhimin e qyteteve apo për menaxhimin e pasurive dhe vlerave kombëtare. Kemi bërë një takim lidhur me reformën territoriale, kemi bërë një takim me juristë dhe avokat, ku ne kemi trajtuar edhe reformat ndryshme të bëra, pra kanë qenë disa takime publike të bëra në kuadrin e organizatës së profesionistëve të lirë, të cilët janë transmetuar edhe nga mediat private dhe media kombëtare. Softa, e keni përmendur disa herë pushteti lokal, puna e kryetarëve të bashkisë. Pra, Shqipëria 2050, fokusi është vetëm pushteti lokal? Fokusi i punës suaj të deritanishme, i profesionistëve të lirë? Sa herë shkon gjua tek politika, priher stepe njerëzit, unë nuk merrem me politikë. Politika është jeta e përditshme, që nga rritja e fëmijëve, që nga arsimimi, që nga siguria kombëtare, që nga problemet e menaxhimit të vlerave kulturore, artistike, nga problemet shëndetësore, nga problemet sociale e tjerë. Të gjitha janë politikë. Dhe politikën e bën njerëzit, prandaj ka shumë rëndësi kush janë ata njerëz. Dhe unë mendoj që teknicianët janë shumë përshtatshëm, dhe pse jo, ata duhet të jenë pjesë të elitave, të cilët duhet të marrin edhe përgjegjësi. Pra, ne flasim për pushtetin lokal sepse është më i ndjeshëm, sepse problemet e përditshme ne jetojmë brenda komunitetit që ne jetojmë. Për shembull, nëse marrim Tiranën, ajo çfarë shikojmë është një kaos i vërtet ku shumë probleme të akumuluara të pasgjidhura nga politikat, pra nga partitë politike, kanë sjellë të gjendën që jemi sot. Për shembull, në një tavolinë që ne organizuam midis dy drejtuesve të opozitës dhe të pozitës, pavarësisht se ai aktuali i Bashkisë Tiranës për një motiv pune nuk erdhi, por megjithatë ne e organizuam dhe ky ka qenë mediatik. Ai çfarë ne shtruam ishte, për shembull, qyteti i Tiranës do të jetë një qytet policentrik apo do të jetë një qytet me një qendër, sepse ndryshon koncepti i menaxhimit të një qyteti. Dhe kur them koncepti i menaxhimit të qyteti, nuk është çështje kryetari i bashkie, por çështje e qeverisjes, e politikave. Prandaj shkon dhe vjen tek elementi politik. Kur ne themi do të garojmë për Bashkinë e Tiranës, dhe ndoshta edhe për bashkitë të tjera, një personalitet profesional, në listë civile, pavarur, atëherë duhet të tregojmë modelin, pra mënyra se si ne mund të garojmë dhe mënyra se si ne mund ta perceptojmë i vlen të politikës aktuale, i vlen politikave kombëtare, i vlen interesit publik, sepse problematikat që ne do ngrejmë dhe problemet që ne ngrejmë janë jetike, janë bazike. Sot kemi ardhur në një situatë ku akumulimet e këtyre problemeve nuk kanë më zgjidhje. Dhe duhet një koncept i ri, dhe duhet një platformë e re. Dhe kjo është një nga motivet e këtij takimi që ne bëm për të ngritur nivelin e diskutimit, por dhe të ekspertizës tek thelbi i problemit, aty ku mendoj që politika duhet të ndryshojë. Edhe protestat kanë një qëllim vetvete, e para ndryshuan mentalitetin, nxorrën në pa problematikat e akumuluara nga qytetarët, problemet që politika ka gabuar, dhe ato gabimet të cilët i vuajmë ne qytetarët në disa fusha, ku mbi të gjitha meritokracia, mbyllja e mundësive që njerëzit të jenë në vlerat e tyre, dhe nëse ne do të kishim mundësi që partitë politike të ishin më të hapura, të ishin më të demokratizuara, ku brenda tyre të hynin vlerat e asaj shoqërie, ku të përfaqësohej shtresa e mesme, ajo që sot është në protestë, atje shikojmë njerëzit të cilët janë motori i ekonomisë, ato njerëz që dalin me fëmijë, me familje,
të cilët janë të gjitha moshat përfshira, të gjitha ata janë jo numri, por ideja që ato përfaqësojnë. Dhe jo vetëm ideja, por çfarë ata thjesht kërkojnë. Dhe prandaj politika, pavarësisht nga e majta apo nga e djatha, nga partia apo A apo partia B, duhet të dëgjojë zërin e tyre, të problemeve që qëndrojnë dhe duhet të reflektojë. Në pamundësi të reflektimit dhe dëgjimit, patjetër ka dhe një organizim të këtij niveli, siç quhen organizata e profesionistëve të lirë për Shqipërinë, e cila nuk synon numri i tyre dhe kush është lideri apo leadershipi i tyre. Ne kemi leadership, ne kemi lider ide, dhe prandaj ndryshojmë nga qasjet e politikës aktuale, sepse në këtë iniciativë që ne kemi marrë, Tavolina e Mendimit Lirë, ne kërkojmë të krijojmë një rrjet lidhës midis organizimeve, shoqata ndryshme, midis grupeve sociale, atje ku ato janë, midis atyre organizimeve të cilët kanë nxjerrë pa problematika, për shembull statusi minatorit, statusi naftëtarit, statusi ushterakut, problemet e ndryshme të grupeve sociale, grupet vulnerabël të shoqërisë, pensionistët, pjesa e rinisë, çfarë ata duan dhe të hapen dhe të kenë mundësi të përfshihen në qeverisjen lokale apo në qeverisjen politike. Hapja e listave, të mos kemi lista të mbyllura, të kemi më demokratizim. Njerëz të cilët kanë 35 vjet që drejtojnë politikën apo që mbeten në parlament, ata nuk mund të jenë më produktiv. Ato thjesht kanë gjetë një vend punësimi dhe këto forma nuk janë të pranueshme në një shoqëri demokratike e cila ka pafundësisht vlera të cilët janë brenda territorit, por dhe vlera që janë jashtë territorit, atyre njerëzve që kanë investuar në radhë parë nga familja, nga ekonomia familjare, por dhe janë pjesë dhe pasuri e shoqërisë. Dhe kjo shoqëri nuk ka luksin që t'i shpërdorojë dhe ata të punojnë sot në call centera apo në shërbime tjera, por ka detyrimin moral, po dhe interesin kombëtar që t'i vlerësojë dhe t'i vëmë pa ato. Ne pretendojmë që së shpejti të kemi nga shtatori më pas daljen me tenda në disa ambiente publike, si teoritë e Berlusconit, pra daljen me çadra, ku institucione po e quajmë para e institucioneve shtetërore, të përgatiturat kontakte për të ofruar dhe për të qasur më shumë këto vlera të kësaj shoqërie, të cilët mund t'i bëjmë bashkë për të shprehur këtë oponencë dhe jo thjesht për t'u marrë me politika apo për të zënë vendin e atyre që sot janë forca politike apo parti politike, sepse numri i tyre është bërë i madh, numri i tyre është bërë i lodhshëm dhe asgjë nuk prodhon dhe asgjë nuk kemi në drejtim të liderides. Pra, çfarë do të bëjmë sot me hapësirën publike, çfarë do të bëjmë sot me pasuritë kombëtare, çfarë do të bëjmë sot me problemet e shëndetit publik, çfarë do të bëjmë sot me çështjet sociale, çfarë do të bëjmë sot për integrimin, çfarë do të bëjmë sot për hapësirën ballkanike, çfarë do të bëjmë për faktorin mbar shqiptar kudo që është edhe për bashkimin kombëtar. Pra janë shumë çështje dhe problematika aq më tepër ambienti, klima dhe shumë faktorë të tjerë të cilët ngelen vetëm slogane dhe politika shterb dhe nuk janë politika produktive që shkojnë dhe i vlen mbi të gjitha interesit publik dhe interesit kombëtar. Softa, ju thoni pritshmëria jo nuk është të prodhojmë retorik politike, por të sjellim analizë, mendim të pavarur, përgjegjësi qytetare, rekomandime konkrete në interes të Shqipërisë dhe nuk e di, a u miratua ajo deklarata e përbashkët që ju kishit në plan për të miratuar gjatë takimit të fundit Tavolina e Mendimit Lirë, dhe kur kemi të bëjmë ende me këtë politikën aktuale që nuk dëgjon dhe nuk reagon, a ka gjasa mendoni ju se do të dëgjohet mendimi i lirë i profesionistëve të lirë me gjithë insistimin tuaj? Mendoj që po. Ne do të vazhdojmë dhe do të insistojmë te ky ortek popullor, i cili tashmë ka nisur në mënyrë graduale duke pasur një bazë të mirë profesionet. Ideja e një takimi më të zgjeruar, ku ne po listojmë të gjitha organizatat, jo fitimprurëse, organizatat jo politike, organizatat e profesionistëve të gjitha fushave, për të bërë një takim të madh kombëtar, ku nërmjet këtij takimi të madh kombëtar të krijojmë një këshill kombëtar, i cili të jetë koordinues midis këtyre organizimeve, të cilët veç e veç nuk janë askush të gjithë bashkë, janë veç shoqëria. Dhe këtu, me siguri, unë mendoj që mund të ftohet patjetër edhe forcat politike, se në fundit ndryshimet në kodin zgjedhor, ndryshimet në kushtetut,
i merr dhe i bën parlamentin shqiptar. Aty ku janë ata persona apo ata votues, pavarësisht se ne themi mënyra dhe formula se si ata duhet të jenë dhe kush mund të jetë në parlamentin shqiptar, pra të mos fusim aktor humori apo aktor batutash, por duhet fusim vlerat shoqërisë të cilët vërtet mund të marrin fatet e vendit dhe mund të përmirësojnë për të bërë një vend më demokratik dhe një vend më të aspirueshëm nga vetë qytetarët shqiptar. Por kjo do të vijë edhe në kontakte me faktorin ndërkombëtar, ajo të cilën ne firmosëm po formulohet, po pritet të plotësohet dhe nga të tjerë të cilët janë jashtë territorit, dhe do t'i drejtohemi në radhë parë trupit diplomatik, institucioneve ndërkombëtare, dhe ne mund të kërkojmë që të kemi një takim zyrtar me disa eurodeputet, të cilët po punohet në formën e grupit, për të pasur një takim përbashkët me ta, ku ne mund të shprehim shqetësimet dhe këndvështrimin tonë, problematikat dhe shqetësimet që ka kjo shoqëri, duke përcjell patjetër të zërin e protestës dhe ato çfarë protesta në thelb ka dhe kërkon që të sjell një frymë ndryshimi. Dhe kjo frymë ndryshimi duhet vijë e artikuluar, por jo vetëm frymë bulevardi, as frymë rrjetesh sociale, po një frymë e cila duhet të jetë frymë kombëtare, dhe fryma kombëtare krijon një institucion, dhe ky lloj institucioni duhet të jetë përfaqësues. Pra jo përfaqësues duke zgjedhur emra, po përfaqësues që të vijë nga këto organizime që janë territor. Dhe jashtë territorit, qofshin edhe për faktorin shqiptar, jashtë territorit, siç është Maqedonia, Kosova dhe pjesa që ndodhet në Maltëzi, sepse dhe ato janë të gjithë bashkë profesionistë, të cilët bashkë mund të krijojnë vërtet një platformë të unitetit kombëtar. Këtu patjetër nuk do të mungoj qoftë edhe për të qenë negociator midis palëve, duke tentuar për të biseduar qoftë me drejtuesit e grupeve parlamentare të forcave politike në parlament, sepse gjua e komunikimit dhe e bashkëpunimit me sensin pozitiv mbetet e hapur. Pra nuk jemi me frymën që të hiki ky apo të largohet ai, por me frymën të asaj që është sot, sepse secili nga ata sot forcë politike ka votues shqiptar, ka votat e qytetarëve shqiptar, pavarësisht se janë apo jo përfaqësuesit real të këtij komuniteti apo të qytetarëve shqiptar, përsëri ato janë atje ku merren vendime dhe bëhen ndryshime. Kështu që ky lloj komunikimi dhe insistimi jon patjetër mendoj se mund të jetë produktiv dhe kjo është rruga që duhet ndjekim dhe mendoj që mund të jetë një rrugë që vlen në interesin publik. Zoti Softa, që kur e lexova profesionistët e lirë për Shqipërinë me kaq vite në pjesë e medias, realisht ndonjëherë e sheh veten në pozicion shumë të vështirë për t'i gjurmuar edhe për t'i gjetur këta profesionistët e lirë për Shqipërinë. Sa të lirë janë profesionistët e lirë në Shqipëri, Softa, në gjykimin tuaj, duke patur në konsiderat edhe përvojën që keni me shoqatën tuaj, pra afrimet, qasja që ato kanë për të qenë aty prezenta, kanë frika, kanë droje se janë aty, se po thonë mendimin e tyre, ndonë se është për të mirën e vendit. Shqipëria ka pafundësisht profesionistë të lirë, sepse profesionist do të thotë ti je i zotin në fushën tënde, ta se punë që ti bën. Këtu nuk kemi parasysh automatikisht shkojmë tek inxhinierët, patjetër që janë, mjekët patjetër që duhet të jenë, avokatët patjetër që janë, por edhe tek artizanët, tek ata njerëz të cilët mbajnë familjen nëmet për një profesioni të caktuar, nëmet një pune të caktuar. A është i lirë, ai po është i lirë, sepse ai paguan taksat, sigurisht me vështirësi përballon fundin e muajit, por me dinjitet rrit fëmijët, ndërton jetën e tij. Dhe secili prej tyre është shumë. Gjithë bashkë jemi shumë, sepse nuk ka njeri të mos jetë profesionist. Të gjithë ata njerëz të cilët janë qoftë të medias. Media është një armatë e jashtëzakonshme, janë njerëz që punojnë. Ja shikoni gazetarët, ju jeni vetë gazetarë. Koha e qëndrimit në vendet kur ka miting, qofshin në rastet e mitingjeve bashkësorë, por dhe mitingjeve të cilët është gazi i lotësjellës, dhuna, përplasje e tjerë. Me ato vështirësi që kanë, edhe gazetarët arrin të shkojnë dhe të pasqyrojnë lajmin sa më realisht në kohë reale, duke pasur vështirësi të cilët janë të respektueshme. Policia e shtetit ka oficerët e policisë, ka punojësit e saj, të cilët edhe pse nuk ngrejnë zërin dhe nuk kanë mundësi
sepse sindikatat apo format që ato kanë të organizuara është forma më e vështirë për të nxjerrë frymën e tyre, shqetësimin e tyre. Por ato kanë të njëjtat probleme që ka edhe shoqëria. Edhe ato kanë divorce, edhe ata kanë probleme financiare, edhe ato kanë smundje profesionale vetë dhe familjarët e tyre, edhe ata kanë probleme për uniformën, për kohën e qëndrimit në detyrë, për mungesën e orëve jashtëorarit apo për kompensimet financiare, sepse ajo që ne themi mitingu sporti, po ke mitingu dhe ke sporti, janë prapa ata punojës policie të cilët bëjnë me orë të gjata shërbimet e tyre. Janë minatorët që punuan një jetë tërë dhe në fund fare çfarë morën. Nuk morën dot minimumi statusin e tyre. Po janë ata minatorë që sot punojnë shfrytëzohen dhe jo pak prej tyre kanë humbur jetën. Janë naftëtarët, të cilët her pas here kanë punuar te kjo pasuri kombëtare dhe kjo pasuri kombëtare shpërdoret sepse jepet për qokat rradhës nga kompani të ndryshme të cilët përveç plasjeve që kanë krijuar, kanë dëmtuar ambientin, kanë dëmtuar banesat, por ata punëtorë janë po aty dhe shpeshherë nuk kanë marrë as sigurime shoqërore, kur kompanit fantazma janë larguar dhe nuk kanë marrë as kompensimet financiare me muaj, ndoshta edhe me vite shpenzimet e tyre. E njëjta gjë flasim edhe për ushtarakët, e njëjta gjë flasim për mjekët. Një pjesë e mjekëve janë larguar, po një pjesë janë këtu. Po ata janë heroj me vërtetësi, janë infermierë, të cilët punojnë me turna. Janë të gjithë ata të cilët janë pjesa e elitë e shoqërisë. Po janë ata që mungojnë sot, sepse shoqërisë i mungon 40%. Dhe është një nga kombet që ka më shumë emigracion botë për frymë. Pra 40% e saj është në emigracion, dhe ati kanë shkuar edhe mjekët dhe inxhinierët, edhe profesorët, të cilët bëjnë nganjëherë të punë të rëndomta, punë të vështira, vetëm që të arsimojnë fëmijët e tyre, vetëm për një shëndetësi më të mirë, vetëm për të ndërtuar një jetë më të mirë. Pa gjithë to janë bashkë, aty janë, nuk janë larg. Ne do takohemi përsëri bashkë në familjen europiane. Po që takohemi atje, ne duhet punojmë tani së bashku. Nuk është një pasaportë Bashkimi Evropian. Është një standard. Dhe standardi vjen me punë. Por puna, fatkeqësisht, deri më sot, ka qenë e përqendruar tek personat të cilët vendosin në listë kryetari i partisë. Nuk mund të ndërtosh listën për të ndërtuar elita. Po janë elitat që duhet kryejnë listat. Dhe kjo është një fatkeqësi kombëtare që sot në parlament gjen më pak intelektual në nivelin e intelektualëve se sa parlamentet të tjera më parë. Qëse dikur votonim A apo B, pavarësisht se i takon partisë A apo partisë B, unë do të votoja vlerën e një personi. Atë person i cili ka bart vlera morale dhe bart vlera profesionale. Kjo gjë mungoi, sot votohet partia dhe pra që sa votohet partia ne votojmë listën, pra votojmë xhaketën dhe nuk votojmë vlerat që janë brenda saj. Prandaj edhe kontributi jon mediatik, por jo vetëm, por dhe daljet që ne do kemi në territor synojnë të kenë këtë gjë. I bën më mirë forcave politike, i bën më mirë parlamentit shqiptar, i bën më mirë politik bërjes, por në mbi gjitha interesit kombëtar. Për shembull, unë pata mundësinë këto ditë kem disa takime, po edhe në këtë takim patjetër që ne folëm, e si mund të kemi në një shtet të së drejtës, si mund të kemi një shtet më të fuqishëm, më të fortë social, nëse ne nuk kemi monopole. Pra një shtet që nuk ka monopole, nuk ka vlerë. Për shembull, më thonë që të Bashkimit Evropian që një aeroport ja ka dhënë një privat. Aeroporti është pasuri kombëtare, i takon shtetit sepse sporta hyri dalë dhe ka shteti përgjegjësi për ta zhvilluar dhe për ta mbajtur dhe për ta kontrolluar sepse janë interesat kombëtare. Pse për shembull shteti nuk ka një investim për burimet minerare? Shqipëria ka potenciale, nuk ka vetëm turizmin, por ka edhe burimet minerare. Ka kromin, jemi të tretë në botë për frymë, të gjashtë për potencial minerar. Kemi bakrin që ka pasur industri të mbyllur, që nga dalja përpunimi e drejt tek telat, produktet finale. Kemi hekur nikelin, kemi produkte të tjera, ilmenit, zirkon, produkte të tjera të cilët i vlen çeliqeve speciale. Dhe Shqipëria ka këtë mundësi. Po çfarë ka ndodhur? O i jepet oligarkëve, o i jepet kompanive të huaja. Kujt mund t'i jepet? I jepet turqëve. Po Turqia ne jemi në konflikt interesi me ta. Turqia është vetë prodhues dhe vetë potencialisht ka krom. Atëherë pse Shqipëria nuk ka ndërtuar një strategji për këtë lloj pasurie e cila mund sjell të ardhurat dhe mund të bëjë një ekonomi më të mirë. Shpeshherë është thënë në eufori politike që do të krijohesh ai burimi i daljes së naftës dhe u tha që shumë shpejt Shqipëria do të jetë një vend i lumtur, do të kemi pensione më të mira, do të kemi rroga më të mira, po ai gjë nuk funksionoi. Pra nuk mund të shkojë me demagogji, por duhet punohet fort në mënyrë profesionale
për të vlerësuar këto pasuri. Ne themi për naftën shqiptare, që është e varfër, nuk bën. Jo, nafta shqiptare është e pasur. Ne vim të dytët mbas rumunëve për nga vlera që ajo ka. Sepse nafta prandaj kërkon rafineri, sepse ajo ka bitumin, ka produkte tjera shoqëruese, serën, përveç produkteve të tjera të lëndshme, të cilët mund nxjerrin lëndë ndjekse. Dhe nëse ndim t'i vlerësojmë këto janë pasuri të cilët shteti patjetër duhet kishte dhe ka investime. Nëse do të kishim investime më të mira në shëndetësi, patjetër do të kishim spitale më të mira. Po do të kishim spitale më të mira kur nuk do të kishim ato grabitje të fondeve publike, nuk do të vendosim miq dhe shokët në drejtim të spitaleve apo në drejtim të Ministrisë së Shëndetësisë, nuk do të bënim politika që kush do jetë aleat me partinë A apo me partinë B, i jepesh aleatit Ministrinë e Shëndetësisë e merrte njëri, atë të ushqimit e merrte një aleat tjetër më i vogël, njëri merrte drejtsinë, pra ishin si qoka për të mbajtur aleancat dhe për të mbajtur qeverisjen e vendit. Nuk i kemi parë ato që partia që merr pushtetin, përgjegjësinë kryesore duhet ta ketë investimin kryesor në 3 kolona: siguria kombëtare, siguria shëndetësore dhe arsimi. Një kombë që nuk ka këto të treja nuk mund të jetë më kombë. Jo vetëm thjesht nga niveli ekonomik, por edhe nga niveli i pavarësisë. Se një vend që i varfër, që mbështetet tek fondet e huaja, apo mbështetet tek ndihmat e marra nga vendet e Bashkimit Evropian, nuk mund të ketë qëndrueshmëri dhe nuk mund të ketë kaq. Prandaj ne insistojmë tek këto politikë bërje dhe tek kjo rrugë që kemi nisur, e cila mendoj duke shkuar drejt një konferencë kombëtare, patjetër do të jetë pjesë e komunikimit në veçanti me institucionet ndërkombëtare, kur vin delegacionet që takojnë partinë A, partinë B, të takojnë dhe shoqërinë civile. Sepse ne kemi thonë gjithmonë shoqëria civile, por shoqëria civile është e copëzuar, kryesisht një pjesë janë të lidhura me interesa me pushtetin, sepse në këtë mënyrë kanë pas mundësi të marrin dhe fonde për t'i përdorur për nevojat e tyre, dhe për aq kohë sa ka pasur fonde dhe i kanë përfituar familjarët e tyre, njerëz të lidhur me pushtetin, sigurisht këto fonde nuk kanë mbledhur, po janë thjesht përdorur dhe si shoqëri civile pastaj nuk ka pasur zë. Prandaj pari zë mas 35 vjetësh doli protesta. Protesta është shoqëria civile. Aty është stresa e mesme, e cila bëhet e vogël, por bëhet dhe e madhe, sepse ajo është baza dhe motori i mbajtjes së ekonomisë. Aty janë njerëz që punojnë me 2 lloj punësh, aty janë njerëz të cilët mbajnë familjen e tyre me atë punë që bëjnë, aty janë njerëz jo thjesht nevojtar, janë njerëz që kanë edhe një lloj ekonomie. Janë dhe njerëz të cilët kanë biznese të vogla apo kanë dhe biznese dhe prapë kanë dalë, sepse kërkojnë një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri më të drejtë dhe një Shqipëri më përfaqësuese. Softa, realiteti në shesh duket që është artikuluar ditët e fundit edhe aty për një kuvend kombëtar përfaqësues. Sa afër jeni kësaj ideje, para dhe dyta që të mos ju ndërpres, të gjitha ata profesionistë të lirë, intelektual që duan t'ju bashkohen në shoqatën tuaj, pse duhet vinë dhe pse duhet besojnë, mendojnë se kjo shoqatë është ndryshe nga gjithë të tjerat që kanë funksionuar 35 vite në Shqipëri? Gjykatësi më mirë është koha. Sot janë krijuar grupe WhatsApp-i. Njëra është grupi 512 dhe një tjetër grupi për krijimin e një kongresi kombëtar apo një kuvendi kombëtar. Dhe aty një pjesë janë ke njëri grup, janë dhe ke grupi tjetër. Aty janë përfshirë dhe unë, jo se kam bërë, sigurisht që ato kanë rekomanduar, vjen mirë që jam për të dëgjuar, për të parë, ka vlera intelektuale dhe ka njerëz të aftë të zot, por shkohet nëpërmjet një forme të një rrjeti social apo të një komunikimi për të krijuar një kongres. Nuk e di çfarë do të prodhoj dhe nuk e di se çfarë do të arrijë, por sigurisht që do të arrijë të krijoj një formacion politik. Mund të dalin 2 parti, mund të dalin 3 parti, apo mund të ketë një unifikim midis grupeve apo të formave që ato kanë zgjedhur. Por sidoqoftë, presim dhe koha do t'rregojë kush janë dhe si janë dhe kush do të arrijë dhe në çfarë ato do kenë mundësi të jenë përfaqësues të asaj fryme. Nëse nuk do të jenë përfaqësues të asaj fryme, kjo protestë do të vazhdojë në forma tjera, ashtu siç ne pretendojmë të jemi fryma dhe flaka e saj, ne nuk kemi synime as për të krijuar parti dhe as për të përfaqësuar në forcat politike. Ne do të jemi ajo pjesë që jemi si ajo pjesa e protestuesve, por e institucionalizuar që do të jemi një lloj oponence teknike dhe ekspertize që do të ndihmoj
politik bërjen. Në qoftë se do të shtohet edhe një parti më shumë, italianët thonë uguale come tutti. Nuk uroj që të jetë një parti si gjithë të tjerët, që do të ketë dhe ajo 1%, do të hyjë në parlament, dhe do të marrë pjesë apo jo. Por deri tani ka vetëm tendencën e grupeve, dhe nuk ka tendenca ose forma tjera se si vërtet mund të formalizohet ky formacion që mund të shkojë në formacion politik. Me sa duket, zgjedhjet në 2027 janë afër, mund të kemi zgjedhjet parakoshme. Rama është person që sjell surpriza, në çdo kohë mund të ketë një sjellje ndryshe. Mund ta çojë zgjedhjet parakoshme, vendi kërkoni largimin apo jo. Atëherë shkojnë zgjedhjet parakoshme, 45 ditë shkon zgjedhje. Dhe këta prandaj po përgatiten që të kenë një formacion. Por mund të ketë një lëvizje që mund të vijë nga personazh të politikës, modeli i Hungarisë, ku një kundërshtar, po themi, brenda një force majoritare ose një force minoritare, mund të jetë karizmatik, të krijojë një fluks, të marrë mbrapa qytetarët dhe mund të tentojë për të marrë ndryshimin atë që kërkojnë sot qytetarët, një ndryshim të klasës politike. Por ndryshimi nuk vjen nëpërmjet një nate magjike, ndryshimi nuk është një natë e bardhë, ndryshimi është frym dhe fryma vjen mbi bazën e një platforme. Dhe nëse platforma përfaqësohet nga njerëz të dur, po jo nga njerëz të konsumuar, të cilët kanë pasur parti, apo i ndje kanë qenë në parti, apo gjatë gjithë kohës kanë qenë për të krijuar protagonizëm, atëherë kjo gjë pastaj do të dështojë dhe nuk do të ketë suksesin e dur. Mund të kemi një ambulli, apo mund të kemi një shpërndarje të sistemit të votuesve dhe pastaj nuk do të kemi atë të cilën e presim për një ndryshim, sepse ndryshimi do të vijë edhe brenda institucioneve. Pra, nëse presim që të ketë një ndryshim me këtë kod zgjedhor që ka sot, është shumë e vështirë për të bërë majorancë. Do një vot plebiscitare, do një vot absolute nga qytetarët që të arrit të bësh majorancë. Sepse kodi është bërë i tillë që sikurse ishte rasti edhe i partive të vogla që hynë në zgjedhje, numri i tyre veç e veç është i parëndësishëm, gjithë bashkë ata mund të prodhonin 6, 8 apo 12 deputet, dhe nga kjo patjetër që do të kishte një ndryshim edhe performanca apo forma dhe ngjyrat në parlament. Dhe ky ligj sot është që partia fituese mbledh këto vota, pra këto vagona të shpërndar dhe krijon një vagon dhe krijon një tren më të gjatë që rrit numrin e votave në parlament dhe e quajnë të si një fitore të vetëm, si një fitore plebiscitare. Pra parlamenti nganjëherë vjen mbi bazën e këtij ligji dhe këtyre formave të cilët i kanë krijuar që nga parlamenti i dushkut dhe nga forma se si e kanë ndryshuar për të bërë mënyrën se si e bëjnë dhe hartën elektorale. Për shkakun, supozojmë Marin Kamzën thotë, kush janë votuesit e mi këtu? Hajde ta luajmë atë formën e ngjyrës hartës, që të marrë nga kjo që janë më të majt, marrë nga kjo që janë më të djathtë, në mënyrë të tillë që të kenë mundësi të krijojnë konfigurime për të hyrë në parlament. Reforma territoriale në funksion të ligjit elektoral. Po pra, të lidhura janë bashkë. Reforma territoriale, ligji, kodi zgjedhor janë të lidhura bashkë, sepse ndarjet bëhen për qëllime elektorale, ndarjet bëhen për qëllime pushteti, ndarjet nuk bëhen për shkak të vlerave dhe mënyrën se si ne mund të menaxhojmë vlerat e pasurive kombëtare. Pra, nëse Shqipëria do ndahet me qarqe, si do të jenë këto qarqe? Nëse Shqipëria do ndahet me zona, si do të jenë këto zona? Pra, edhe deputetët, kur themi të listës, cili është dhe kujt i takon, pra aq kosa jenë në listë. Vetëm themi që meqense ti je i veriut, je në veri, dhe meqense je i jugut, je në jug. Unë nuk e di kush është deputeti në zonën ku unë banoj. Po zona ku unë banoj ka 70.000 banor. Një lagje tjetër apo një zonë tjetër ka 120.000 banor. Janë qytete pra këto zona. Ne krijuam një ndryshim në votimin e pushtetit lokal, ku kryetari i bashkisë është një super kryetar. Dhe gjithë kryetarët e tjerë, të cilët do të ishin me votë qytetarësh, janë të emëruar. Pra emërohen nga kryetari i Bashkisë Tiranës. Për shembull, si mund të emërohet administrator i kombinatit, kur kombinati ka 120.000 banor? Si mund të emërohesh kryetari i njësisë shtat, apo kryetari i Ila Prakës, apo i zonave të tjera, kur numri i banorëve është më i madh se Durrësi? Pra imagjinoni për çfarë centralizimi nga një decentralizim krijuam. Madje tashmë kanë futur dhe fshatrat dhe ai personi ka dhe fshatrat. Pra një person që emërohet, shkarkohet thjesht nga Oreksi
nga dëshira, nga pasioni i kryetarit Bashkisë Tiranës. Pra ky që ne shkojmë për këtë decentralizimi, shkuan këtë centralizimi. Ato që flasin më shumë për decentralizimin, vinë këtë centralizimi. Dhe kështu është ndërtuar ky lloj pushteti, që i vlen njëshit. Pra një person i vetëm ka në dorë fatet e një vendi dhe nuk është këtu një parlament pluralist i cili vërtet që nërmet ideve përplasës jo me karike dhe me tymuse, por me ide dhe me platforma për mënyrën se si ata mund të ndryshojnë. Nuk duhet përplasësh parlament, por duhet shkosh ke qytetarët, ato që bëri protesta ta sjellin dhe frymën e protestës në parlamentin shqiptar. Sot kemi deputet të cilët kanë rroga shumë herë më të larta sa për 100 pensionistë, kanë rroga më të larta për shkak të privilegjeve që to marrin. Pra kanë votuar 100% ke privilegjet dhe përplasen pastaj tek interesat të tjera, të cilët duhen më shumë për show politik në parlament se sa për një përplasje reale për problematikat që kanë qytetarët shqiptarë. Flasin gjithë në emër të popullit, por askush nuk e përfaqëson popullin, pra që kosa është kjo formula e hyrjes në parlament. Tash më flasin nga 140 ta bëjmë 100, një herë kanë folur për të ndërtuar një parlament me 2 dhoma për të krijuar dhe senat, pra kanë menduar që të kenë dhe senatorë përjetshëm. Pra senatorë përjetshëm dhe disa deputet, pra këto janë format që nëse nuk do të ketë një reagim, si ky që është, do të ndërtoni jo gardhin për zvërnesin, por do të ndërtoni gardhin për jetën tonë. Do të ndërtoni gardhin për ekonominë tonë, do të ndërtoni gardhin duke na përcaktuar deri ku mund të jenë këmbët e qytetarëve që do të shtrinë organet e tyre të drejtave dhe të asaj çfarë jep kushtetuta dhe çfarë jep të qenurit shqiptar. Softa, edhe një pyetje dua për faktorin ndërkombëtar, qoftë edhe referuar takimeve që ju keni patur me eurodeputet apo lidhjet me institucione ndërkombëtare që ju i dëshironi dhe po punoni fort, për flisni edhe për përfaqësi në Bruksel, ndërkohë kemi parë për të patur edhe delegat në vendet e Bashkimit Evropian, ndërkohë kemi parë që sytë veshët dhe jo vetëm të Parlamentit Evropian kanë qenë nga Tirana, ashtu sikurse kanë qenë edhe mediat më të rëndësishme ndërkombëtare, eurodeputet kanë qenë në shesh, priten të tjerë, si e shikoni rolin, ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar në situatën që ndodhem? Shko për aq kosa Shqipëria ka një diplomaci politike dhe një diplomaci kombëtare ku ambasadori do të jetë përfaqësimi i politikave të Shqipërisë dhe ambasadorët përgjithësi janë përfaqësues të kryeministrit të radhës. Politika që bëjnë ambasadat është një politikë e vakët, nuk është një politikë aktive. Për shembull, nëse do të kishte një politikë aktive, sot po marrim Italinë, po dhe vende të tjera ku ka më shumë emigrim, Greqia, vende të tjera, ambasadorit do të ishin krye të gjithë asaj masë të madhe emigrantësh që janë atje. Për shembull, nëse do fillonte të kishte një organizim për të krijuar lobe shqiptare në këto vende, shqiptarët sot janë shumë të zotë dhe kanë krijuar lidhje edhe personale me deputet, me pushtetin lokal, po edhe me eurodeputet. Kështu që ky është forma më e mirë e lidhjes së lidhjeve njerëzore, sepse ne duam s'duam, jemi dhe votues për Europarlamentin. Për shembull, unë kam në shtetësinë italiane dhe votoj për Parlamentin italian, pafundësisht janë 500.000 shqiptarë, të cilët pjesa më e madhe kanë marrë në shtetësi, sot janë me të drejta vota edhe për Europarlamentin italian në Bashkimin Evropian. Po e njëjta gjë është për qytetarët që ndodhen në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara e tjerë. Dhe nëse këto lobe do të ishin funksionale, të mbështetura edhe tek ekonomia, patjetër këto janë ambasadorët. Por Shqipëria duhet ta bënte këtë nërmjet ambasadorëve, se shqiptarët janë sikurse edhe në Shqipëri të ndarë. Na mungon një lloj uniteti në interesin e madh. Jemi të ndarë në shoqata, gjithsesi jep mendime, veç jemi askushi, gjithë bashkë jemi gjithkushi. Pra, nëse do të kishim bërë këto politika, sot do e kishim më të lehtë për të bërë politika drejt Bashkimit Evropian. Dhe nuk mund të ishte politika meqense kemi kryeministrin dhe shikojmë që ai ka marrëdhënie personale. Marrëdhënie personale e quajnë si fatkeqësi që po iku kryeministri, ne pastaj do jemi në mëshirë të fatit se s'do na e varë njëri. Po nuk është kështu, është kostumi. Shkohet me kryeministrin e radhës. Kushdo që të jetë kryeministri do të ketë të njëjtin akses. Nuk është asia e personit. Asia e personit është vetëm kur
ti nërmjet këtyre funksioneve i e privilegje, krijon favore në drejtim të njërit apo tjetrit, patjetër që vjen dhe rritet interesi në mënyrën se si ata të presin. Por ata të presin patjetër për rëndësinë që ka Shqipëria, për rëndësinë gjeopolitike të saj, për rëndësinë e të qenurit pro-europian dhe pro-bashkimit evropian. Shqiptarët janë kombi më pro-perëndimor në botë. Kjo ka qenë një nga aspiratat që në vitet 90 që ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe sot nëse do të votohet për Bashkimin Evropian, mbi 90% shqiptarëve do të votojnë pro hyrjes në Bashkimin Evropian. Nëse do të bësh një referendum, do të ishte referendumi më plebiscitari që do të vinte për të qenë antar të Bashkimit Evropian. Dhe ky është një fakt dhe një pasuri e cila duhet shfrytëzohet politikisht. Marrëdhëniet e mia me ta janë marrëdhënie njerëzore, janë marrëdhënie kontaktesh, komunikimesh, shkëmbimit të ideve. Dhe kjo është një nga mënyrat që ne mund të krijojmë një grup të Bashkimit Evropian ku mund të shkojmë, jo vetëm për të vajtur, për të pritur, por edhe për të ftuar ata në kuadrin e këtyre tavolinave që unë mendoj që do të zgjerohen, por të mos jetë një tavolinë e profesionistëve të lirë, por të jetë një tavolinë e një rrjeti lidhës të gjithë këtyre organizimeve që ndodhen në territor. Atëherë po, jemi dikushi dhe atëherë ne kemi më shumë fuqi përfaqësuese, kemi më shumë përfaqësi intelektuale dhe më shumë përfaqësi profesionale, sepse kjo i vlen jo interesit të individëve, po interesit kombëtar, i vlen dhe vetë politikës, e bën atë më të mirë, e bën atë më produktive, e bën atë më, për shembull, lëvizjet e protestës, edhe pse kërkuan të denigrohen, të shkojnë duke etiketuar ata, një herë që është Irani, një herë që janë grekët, një herë që janë ku diun se çfarë, pastaj u morën me influencerët e me të tjerë, dhe tani kanë arritur ke ajo të cilët dëgjojnë vërtet zërin, u morën me UÇK-n. Tani kanë ardhur ke zëri i protestës, ka një reagim ndoshta të kryeministrit që ka mbledhur grupin parlamentar, dhe me siguri do të kemi një reagim edhe institucional, qoftë edhe politik të forcës së tij, sepse në fundit është një forcë qeverisë, e cila ka majorancën, sigurisht që ajo do të matet nëse majoranca vazhdon të jetë apo jo, dhe kjo do të shkohet në zgjedhje për të kërkuar tek qytetarët votën dhe rikonfirmimin e majorancës qeverisë, por sido që të jetë, unë mendoj që do të ketë një reagim për të dëgjuar më shumë zërin e qytetarëve, dhe nëse ky zë do të jetë dialogus, ndoshta jo me bulevardin, por me tavolinat e mendimit të lirë, që ne pretendojmë dhe vazhdojmë ta zgjerojmë këtë tavolinë, mos jetë më tavolinë, po të jenë tavolinat mendimit të lirë, një tavolinë për shembull, ne iniciuam, por tavolina qëllimi është që një tavolinë vetëm për mjekësinë, një tavolinë vetëm për problemet e burimit minerare, një tavolinë vetëm për problemet e bujqësisë, një tavolinë vetëm për probleme sociale, një tavolinë për ambientin, për kulturën, për artin, një tavolinë për probleme të ndryshme që ka vendi, sidomos të sigurisë kombëtare. Atëherë në këtë kuptim këto lloj tavolina pastaj marrin dhe prodhojnë lider ide. Pra jo leadership, po lider ide. Tavolina mund të marrë emrin e njërit për atyre që mund ta drejtojë, të asaj fushë, të atij personaliteti. Dhe gjithë së bashku shkojmë në një takim kombëtar, ku takimi kombëtar krijon një platformë, dhe kjo lloj platforme mbetet përfaqësuese. Dhe kjo lloj përfaqësimi mbetet nëpërmjet ekspertizës, analizës, por jo vetëm. Por edhe lëvizje ndryshme që mund të jenë zë përfaqësues. Ne sot mund të kërkohet të kemi një zyrë përfaqësuese në kuadrin e integrimit në Bashkimin Evropian. Gjë që do të ishte një zë i profesionistëve në Bashkimin Evropian. Ne kemi kërkuar dhe jemi në pritje që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian, të shoqatave që janë atje. Dhe kemi një premtim që në kuadrin e kërkesës që kemi bërë të bëhemi antar të shoqatave, të vendeve, momentalisht në rolin e vëzhguesit dhe pastaj me të drejta të plota të shoqatave që janë në Bashkimin Evropian të profesionistëve të lirë. Softa, atë diplomacinë kombëtare që nuk e kanë bërë dot ambasadorët deri më sot, duket se ju mbi vendos diaspora me ato reagimet fantastike që kanë zhvilluar 30 ditë me radhë, kudo ku ka shqiptar, por edhe me pjesëmarrjen fizike në Shqipëri. Rolin e diasporës edhe në iniciativën që ju keni ndërmarrë, si e shikoni, sa të dobishme? Ne bëm një tavolinë fizike, do kemi disa tavolina fizike, pastaj do shkojmë ke tavolinat virtuale. Tavolinë virtuale do të thotë një panel, ku atu ku janë ata, nuk ka nevojë të vinë fizikisht, ne mund të organizojmë her pas here tematika dhe problematika për ta finalizuar dhe për ta konkretizuar dhe për ta unifikuar zërin e kësaj diaspore. Rasti që ju përmendët që diaspora pati këtë aktivitet ngjasonte me 100 vjetorin
e Shqipërisë. E pavarësisë. Pra, pavarësisë, kur shqiptarët mbushën rrugët e kryeqytetit të vendit, dhe vendet ku ishin, aty ku ata jetojnë, sa e vogël u ndje politika, sa të vogël u ndjen politikanët. Vrapuan kush e kush vishte bluzën e ekipit kombëtar apo të vendoste shallin e ekipit kombëtar në qafë, të dilte mes tyre sepse u ndjen të vegjël. Atëherë kuptuam sa të mëdhenj jemi dhe sa fuqi kemi, sa fuqi ka qytetari dhe sa fuqi kanë të gjithë bashkë nëse diaspora dhe qytetarët që janë brenda krijojnë një front, frontin kombëtar, frontin e interesit kombëtar. Pra Bashkimin Evropian ne duhet të hyjmë të bashkuar, po duhet të hyjmë të bashkuar me dinjitet, dhe jo të hyjmë bashkuar për qoka apo për interesa që i bëjmë njërit apo tjetrit, dhe pastaj është diçka jo dinjitoze të mendosh që një politikan i radhës që është sot në Bashkimin Evropian i përdor qokat dhe takimet dhe daljet për të favorizuar, po themi, kryeministin e radhës. Jo, duhet të favorizoj Shqipërinë. Duhet të favorizoj dinjitetin dhe produktin që qytetarët shqiptar kanë. Këta qytetarë shqiptarë sot paguajnë taksat atje ku janë, sot ata ndërtojnë dhe bëjnë punë nga më të vështirat, po dhe punë më dinjitoze. Shqiptarët sot lozin edhe futboll në ligat e Europës dhe tregon edhe një herë që ne kemi një kom të ditur, të mençur. Ja, për shembull, shikoni call centrat. Call centrat në Shqipëri tregon edhe një herë që shqiptarët janë bufolës. Gjen me anglisht, gjen me italisht, po fatkeqësisht gjen njerëz të cilët janë me shkollë të lartë. Nuk besoj se gjen në Itali njerëz me shkollë të lartë, që janë juristë, që kanë mbaruar juridikun, që kanë mbaruar shkencat, që kanë mbaruar inxhinierinë, por nuk kanë një punë dhe ku shkojnë, punësohen tek call centrat. Pra kjo është forma që edhe jashtë ne kemi njerëz të cilët kryq kanë këtë kulturë, kanë këtë gjuhë dhe kanë këtë mundësi. Shqiptarët kanë ngritur dhe aty ku janë shkollat e gjuhës shqipe, me ato mundime që kanë në Zvicër, në Itali, në Gjermani, për ta mbajtur gjallë frymën. Ku është Ministria e Arsimit, duhet të ndihmonte me abetare, duhet të ndihmonte me financime, duhet të paguante mësuesit për të mbajtur gjuhën dhe frymën e kësaj gjës. Prandaj them si mund të lidhen këta, dhe kjo është një lidhje fillimisht, një lidhje organizative për ta bërë Ortekun popullor të fuqishëm, dhe nuk besoj se ka politikan, jo të mbaj bluzën e kombëtarës dhe shallin, por çfarëdo që të mbaj, të përballojë, po themi, presionin që mund të krijohet për ndryshime demokratike që shkojnë në interes kombëtar. Po mirë, po protestuesit dhe jo vetëm softa, kam parasysh edhe intelektual edhe profesionistë të lirë e përballojnë intimidimin në forma nga më të ndryshme, të kemi parë të qarkullojnë mesazhe që janë dërguar nëpërmjet telefonëve, denoncime konkrete për ndalime, intimidime, sekuestrime të paligjshme e tjerë, apo është vrarë frika tashmë këto 30 ditë? Ato nuk po bëjnë një gjë të jashtëligjshme që të jenë të trembur apo të kenë të frikësuar. Ato po kërkojnë disa gjëra të cilat vlen. Nëse për shembull themi ato parulla, apo ato meme, ato forma të cilat ai kanë nxjerr, sigurisht janë ide personale, individuale, por që në vetvete ato janë mesazhe. Por nëse dikush shkon atje sepse ka një të ardhmë jo të sigurt për fëmijët e tij, nëse dikush shkon probleme shëndetësore dhe për ilaçet, po aty artikulohen mungesa e ilaçeve onkologjik, nëse aty shkojnë njerëz të cilët kanë pensione të pamjaftueshme, mendoj një mik që më erdhi sot thotë më ka ra pensioni 120.000 lekë. Po çfarë do bëj me 120.000 lekë? Me ul me ëngër i drek, shkoj 120.000 lekë. Do paguaj drita, do paguaj ujë, çfarë do bëj? Pra, një njerëz që ka punuar një jetë tërë merr 120.000 lekë. Një arsimtar, një mësues, një gjë, sepse edhe kur i unifikuan vitet para viteve 90, nuk i unifikuan me vitet që jemi sot. Për shembull, për veten e vet, ato e marrin 2 milion, 2.000 euro pensione. Po a ka turp më të madh mendosh që ky pension të vinë në këtë formë dhe ky pension rritet? Sa vjet ke deputet? Nëse ke qenë ministër, rritet vlera, nëse ke qenë kryetar kuvendi, rritet akoma, pra kanë vendosur edhe koeficient që të kenë mundësi. Makinat i fusin pa dogan, pa kanë krijuar privilegje. Kasa e tyre ka krijuar privilegje. Dhe është normali duket se po i marrin privilegjet. Ore ti majnë ti gëzojnë ti bëjnë më shumë. Por të mendojnë edhe për pjesën tjetër. Prandaj pse do të tremet? Pse do ta intimidosh atë qytetar? Po kërkon diçka. Ti mund të reflektosh qytetari jot, ai të ka votuar. Janë ne që i kemi votuar ato njerëz. Nuk besoj se ka njëri, pavarësisht nga bindja apo mënyra se e ka perceptuar, që ky mund të bëjë diçka më shumë për mua dhe për fëmijët e mi, patjetër e kanë votuar. Dhe si i tillë, në moment që un kam një të drejtë, pse duhet më intimidosh? Pse duhet më bësh presion? Unë nuk po të përzë, nuk po të rrëzoj. Unë po të kërkoj ndryshim. Dhe këtë merre mesazh. Nëse do ishte reflektuar që në momentin e parë, kur u ngritën për Zvërnesin, dhe do ishte ndosur me armët kimike, nuk do të kishin vazhdim protestës.
Dhe ishte mbyllur dhe kishte ndaluar. Bën mirë. Bën mirë që intimidojnë sepse ja dolën problematikat. Dhe bën mirë që nxorën dhe evidentuan problematikat. Do të evidentosh problematikat është gjë e mirë. Pse ti evidentojnë për kafe, të shfryen apo të pshërëtim? Le të jeni pshërëtim kombëtar, lexoje këtë gjë dhe bëj ndryshim. Pra aq kohë sa i ke mundësi, pra aq kohë sa ke mundësi që nëmet politikave parlamentare, por dhe politikave të tjera, nëmet forcave politike mund të bësh një reformator që do të mbahesh mend, si një reformator që ndryshove, reflektove. Unë mendoj që protesta është një pasqyrë, një rrushë e vetën, për atë çfarë ka bërë dhe atë çfarë nuk ka bërë. Reflekto një brenda familjes tënde politike, pastaj reflekto brenda forcës qeverisë të radhës, sepse askush nuk është i përjetshëm. Ky është një cikël ndryshimesh dhe prandaj protesta sot është atje dhe kanë vrarë frikën. Nuk e intimidon dot një popull. Nuk është numri protestuesve, është sa influencat e tyre brenda dhe jashtë territorit dhe sa e mund të reflektohet me votë. Kështu që nuk fiton duke qoftë edhe nëse protesta bie fizikisht, ajo protesta tashmë është mbjell dhe është bërë një pemë e cila po rritet tek mendja e njerëzve, të cilët kanë filluar të reflektojnë për disa ndryshime që duhet ndodhen. Uroj që këto ndryshime të bëhen në kohën e dur. Dhe unë kam besim që këto mund të ndodhë, se politika mund të reflektojë. Dhe kështu do ta shikojnë pozitivisht, nuk duhet ta shikojnë që negativisht. Nuk do të shikosh qytetarët si armiq, po duhet i mendosh që ata janë ato njerëz që të kanë duart trokitur, të kanë mbajtur dhe të mbajnë, vazhdojnë të mbash ato privilegje që ke dhe vazhdojnë të mbash për shkak të pozicioneve politike apo për shkak të pozicioneve zyrtare. Po ka një shkëputje të atyre ministrave. Ka një shkëputje. Janë bërë më të bukur, vishen më mirë, janë bërë më hierën, me zi të flasin, i përshëndet, të flasin me tangëllik, po ç'është më kjo gjë kështu? Po pse çka ke lindë? Pse do të jesh vetëm ti? Apo jo? Kështu është. Nuk është se ai atje ka vlera më shumë se unë, se ti apo se të gjitha qytetarë. I kemi dhënë kësaj jete shumë dhe kemi marrë asgjë në raport me sakrificat që kemi dhënë. Qytetarët e kanë unë i dhash rinin policisë, i dhash rinin fushës për cilën kam punuar dhe çfarë? Kështu bën pyetje secili për atë që ka bërë. Kështu që në këtë moment pse duhet të kem frikë për të folur? Unë nuk po të shaj, nuk jam për ato shprehje dhe për ato ky në burg ai në burg. Jo, ja nuk jam për këto shprehje, por ama ato janë mesazhe për treguar që ne ndahemi dhe nuk jemi për njërin apo për tjetrin. Kështu e lexojnë protestën. Shkojnë për institucionet e drejtësisë, nëse i lexojnë. Po patjetër janë institucionet, por këto janë forma populiste, forma të cilat ndodhen për të shprehur zemërimin e akumuluar në 35 vjet. Zemërimi nuk është për njërin apo për tjetrin, është për klasën politike, për gjithë ato probleme që politika nuk i ka zgjidhur dhe i ka lënë dhe ato janë akumuluar. Për shkak nëse sot nuk ka parkime, po ta nxjerrin jetën, nuk ndalon dot, nuk ke vend ku të ndalosh. Po mirë, pse nuk mendua? Parkimi nuk bëhet sot. Mora rastin më nuk e dëgjova një ndërprerje? Jo, thjesht ironizova softa se nga njëra anë s'ka infrastrukturë, s'ka parkime, nga ana tjetër i thot qytetarit shkon në burg nëse parkon dysh. Kështu që absurditete të tilla. Çdo që ndodhi, se po e zvogloj diskutimin për ta zmadhuar në koncept. Për shembull, nuk u menduaj që në 35 vjet Tirana një ditë do të ishte një Tiranë policentrike. Për shembull, nëse do të ndërtonim kombinatin, që ishte një zonë e lirë ndërtimi, zonë e Gradaçeleve do të mbajë mend kryeministri që ndërtoi një qytet të Gradaçeleve apo një qytet modern, Tirana moderne. E bëri Berlusconi, bëri Milano 1, Milano 2. Pra prap kishte kohë dhe ka kohë për të ndërtuar diçka që vlen. Ama do të hapes në rrugë, do të kishte hapësira publike, një pjesë institucioneve, mund të ishin atje, mund të kishin një park kombëtar për fëmijët, lodra e tjera, të cilët mund të ishin argëtuese. Nuk mund të ndërtosh ke shtëpiat e vjetra dhe Gradaçela, sepse në moment caktuar këta nuk kanë përcaktuar drejtimet e lëvizjes së qytetit. Ti rruga e Kavajës është ndërtuar kur Shqipëria ishte me karroca. Kishte më shumë vizion. Edhe në kohën e Verit ka pasur shumë vizion. Pallatet, distancat, gjelbrimi etj. Pra urbanistika flas, kishte më shumë vizion. Sot është ndërtuar midis pallateve. Sot nuk ka, po themi, metro. Nëse do kishin filluar metrot, sot do kishin metro. Kombinat Dajt, liçeni, drejtim të aeroportit. Pra do kishin pika ku transporti publik kishte përparësi. Nuk ka nevojë të marrim nga 3 makina në banesë apo 2 makina në banesë, një do gruaja shkojnë punë dhe një do burri për të vajtur për angazhime të tjera të familjes apo të punëve të tyre. Kjo nuk u zgjidh. Nuk u punuar për parkime nëntoksore, nuk u punuar 100 qendra banimi të ngriheshin të parkime mbi toksore. Pra të alternoheshin parkimin. Po këtu mendua që hiqi nga rruga Mysymshyri se do vej biçikletat,
kush e di se sa ka marrë për të bërë atë, i ka marrë dhe në dron dhe i ka thënë botës ja unë vura transport ekologjik. Po makinat ku shkuan? U futën në lagje, gërvishin njëri tjetrin që t'i hapi vend e parkimit. Plerat janë bërë bullar, pra janë nuk e zgjidhë problemi, vetëm i vure po skuqin. Softa, të falenderoj shumë, uroj që edhe kjo tryeze jona e vogël, por me qëllime dhe synime shumë të mëdhaja për të mbërritur natyrisht tek të gjithë qytetarët, opinioni publik, tek institucionet edhe tek partnerët ndërkombëtar të ketë kontribuar sadopak në sensibilizimin edhe informimin e profesionistëve të tjerë të lirë për t'ju bashkuar shoqatës suaj profesionistët e lirë të Shqipërisë. Softa, të falenderoj shumë. Falenderit juve për hapësirën dhe mundësinë, sepse ju thatë një tavolinë e vogël, por vërtet kjo tavolinë e vogël është pjesë e tavolinave që ne shqiptarët duhet ndërtojmë me njëri tjetrin. Faleminderit. Softa, çdo të premte ka moderuar emisionin Alo Policia, ju mund të ndiqni në Fax News, janë tema të cilat janë gjithmonë të dobishme për të ndjekur nëpërmjet ekranit. Sot folëm posaçërisht për tryezën e mendimit të lirë, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.